fushata ime e parë, është patjetër shumë ngarkesë, por është çdo ditë emocionuese dhe çdo ditë e bukur kur ndjen energjinë e njerëzve që takon edhe un kam zgjedhur Elbasanin se kam vendlindjen në Elbasan, kam rrënjët e mia atje dhe e kisha pak të frikën e mikpritjes duke qenë se kam pasur ca vite shkëputje duke ngritur jetën time në kryeqytet, mirë po jam ndjerë si një vajzë e vogël që jo vetëm është shumë e pranuar në qytetin ku ajo ka lindur, po i kanë hapur krahët fort për ta përqafuar këtë iniciativë time. Mënyra se si është ndërtuar ekipi i Partisë Socialiste, të paktën për Elbasanin që kam kompetencë të flas, është si një mozaik ku secili ka puzzle-in e vet. Çka dua të them me këtë është se nuk kemi ndeshur, të paktën deri më tani, as në terren edhe as në rrjetet sociale, nëse ju e vini re, nuk i ofrohemi të njëjtit target group. Kjo sepse secili nga ne ka specifikat e veta edhe misionin e tij. Unë kryesisht jam tek të rinjt, kryesisht jam tek ata të rinj cilët ose kanë përfunduar studimet, janë profesionistë të rinj, janë ngjashëm me këtë modelin tim ku po themi kanë përfunduar studimet edhe janë duke ndjekur pasionet dhe ëndrat e tyre, kështu që unë më së shumti kam shkuar tek ta. Ndërkohë që kandidatë të tjerë, sipas specifikave të veta që ata kanë, janë qasur tek target grupi i tyre. Patjetër që ne votues nuk do kemi vetëm target grupin të cilin jemi përkushtuar më shumë, mirë po kjo pastaj është çështje pëlqyeshmërie, ne po përpiqemi shumë fort që të luftojmë për siglën e partisë në mënyrë që të kemi sa më shumë mandate dhe duke pasur më shumë mandate kemi dhe më shumë hapësira për të qenë të pranishëm në parlament. Ndërkohë në terren kjo njihet dhe dihet që Partia Socialiste është e pranishme shumë më herët në terren, nuk ndalon ndonjëherë fushatën në thonjza, sepse strukturat dhe organizimi që bën është i atill që ka gjithkohës një konstante, qoftë në takime me njerëzit, qoftë në takime me strukturat e brendshme, gjë që nuk e shoh tek opozita, nuk e kanë as për traditë dhe as për histori. Të paktën me çfarë eksperiencë kanë pasur kolegët e tjerë vitet e tjera ku unë nuk kam qenë e pranishme, është që opozita bëhet prezente ato 2 javët e fundit, patjetër që simpatizantët e vet i ka dhe mbështetësit e vet e ka, mirë po nuk luftojnë për më tepër, nuk luftojnë për të bërë punë më të mira. Kjo për mendimin tim është e gabuar. Unë do doja që gara të ishte më e bukur se sa kaq. Do doja që rivalitetin ne ta kishim të fortë me njëri tjetrin, pa diskutim duke ruajtur çdo normë dhe etik të garës, mirë po, ashtu siç po duken gjërat, më shumë gara ndihet brenda partisë se sa jashtë saj. E kam vënë re edhe tek programi i Partisë Socialiste që Elbasani këtë herë do të ketë një prioritet dhe jam shumë e lumtur për këtë dhe të gjitha projektet të cilat atje janë për t'u implementuar, jam shumë e sigurt që nëse ato shkojnë në rrugën e duhur, qytetarët e Elbasanit do ta ndjejnë në fakt një zhvillim të jashtëzakonshëm, pastaj edhe me hyrjen në Bashkimin Evropian që i konkretizon të gjitha këto iniciativat tona. Patjetër që pakënaqësi ka dhe do të ketë. Nuk është e lehtë të qeverisësh një vend për 12 vite. Ka pasur gjëra që janë bërë gabim, ashtu siç ka pasur gjëra që duhet ishin bërë shumë më mirë. Mirë po jemi këtu edhe për të korrigjuar veten. Prandaj edhe Partia Socialiste ka bërë një rienergjizim të ekipit të saj. Kemi shumë figura të reja në çdo qark, ashtu sikurse edhe në Elbasan, në mënyrë të atill që të mund të kemi partinë më të vjetër në Shqipëri, po konkretisht sot partinë më të re që mund t'i japim dhe mund t'i ofertojmë qytetarëve. Të rinjt janë të lirë të shkojnë ku të duan dhe unë jam e lumtur që ne sot mund të shkojmë dhe të rrogemi det tona dhe ta gjejmë pasionin edhe ëndrrën tonë kudo në botë. Kjo nuk është një frenim apo ky nuk është një thirrje për të izoluar dhe për të kufizuar ato çfarë ata mund të arrijnë. Patjetër. Mirë po, duke pasur një ofertë shumë të mirë në qarkun e Elbasanit me projekte si rivitalizimi i Kalas apo automotoparku, ajo gara e famshme me Formula 1-s në 2030 që do të kthej gjithë projektorët nga Elbasani, kudo në botë. Të gjitha këto iniciativa apo Tumo Center 2 që
pritet shumë shpejt që të jetë prezent në Elbasan. Të gjitha këto iniciative në thelb kanë të rinjt. Janë të rinjt ata që do ta menaxhojnë këtë situatë. Unë ja them shpesh edhe në takimet që kam tani, sepse të gjitha këto atraksione shumë të forta turistike dhe që do të japin një tjetër vëmendje Elbasanit kanë nevojë për të rinjt. Amerikanët do thonë bukur atë shprehjen, ata do jenë front line, ata do jenë në rreshtën e parë të këtij bumi shumë të mirë zhvillimi që do t'i vijë Elbasanit. Për t'ju shmangur vetëm pak politikës, dhe këtë e kam personale tek të rinjt, do doja shumë që të guxonin. Dhe do doja shumë që të shfaqeshin, të spikasnin dhe të ndiqnin pasionet e tyre pa asnjë kusht dhe pa asnjë kufizim nga çdo kush që mund t'i thotë të kundërtën. Unë jam një vajzë që përfundova shkencat politike dhe marrëdhënie ndërkombëtare, vija me një rezultat shumë të lartë në gjimnaz dhe kisha gjithë botën kundër, sepse të gjithë donin që të bëhesha mjeke apo të bëhesha inxhiniere, ato profesione tipike të cilat i shkojnë për shtati vajzave dhe djemve me rezultate të larta, sepse kështu thuhet nga shoqëria dhe kështu shkon. Por jo, njeriu duhet ndjekë pasionet e veta, njeriu do ta gjej veten atje ku e ndjen veten më mirë dhe pastaj rrugtimi bëhet shumë më i thjeshtë dhe shumë më pasionant. Do doja shumë që të rinjt mos ta humbnin pasionin. Të jemi sinqert nuk ja kërkoj fare. E di që duket e çuditshme, po nuk e artikuloj asnjëherë që më voto mua apo më beso mua. Unë thjesht i takoj, flas me ta dhe njihem me ta. Dhe lë pastaj në gjithë lirshmërinë e mundshme që në momentin kur do jenë te kutia e votimit, ata ta mendojnë votën ashtu siç ata e ndjejnë dhe e duan më së miri. Patjetër që flasim shumë për çfarë platforma apo për çfarë programi i Partisë Socialiste ofron për 4 vjeçarin e ardhshëm, patjetër që flasim për çfarë unë mund të bëj, mirëpo unë vetë nuk e artikuloj, ndoshta sepse kam vendosur të jetë kështu, nuk dua që kjo të jetë thjesht një premtim fushate, unë dua që ta kem rrugën gjatë në politik, kjo është iniciativa ime e parë dhe nuk mendoj se qëllimi vetvete për mua sot është vota në thelb apo në vetvete. Qëllimi për mua është të ngrej një imazh të mirë në qytet, të kem ca njerëz që i besojnë vizionit dhe aspiratës time dhe më pas ta shohim se si i gjithë rrugtimi do të shkojë.